Miq Prizmos, dje Edi Rama doli me karburanxhit ose ata që tregtojnë karburant, ata që duhet gjej një fjalë të cilët ju vi si përshtatje, po më e bukur ishte kjo karburanxhit. Me një fjalë ata që e shesin me shumë miq që eksportojnë të një eksportojnë me kile, me litra, por që importojnë nga tregu i huaj, nga ai tregi i cili është stabilizuar prej kohësh keni, që mas fillimit luftës në Ukrainë. Dhe sigurisht në këtë takim Edi Rama bashkë me ministrin edhe dy ministrat, tre ministra kishte, ministrin e financave, ministrin e transporteve, Triun Karakaçin edhe ministrin e ekonomisë. Ju tha që të bëni sakrificë, mundoheni ta keni fitimin më të vogël. Dhe të gjithë po e dëgjonin aty. Bile ju tha që ju jeni sill mirë. Nuk i keni çuar çmimet siç kanë çuar në Evropë. Dhe fjala në Gjermanik po shkon 2.6, 2.7. Nuk e di, po marrin masat gjithë, po euro litri i naftës. Një tajli shkoj 2100, 2200. Dhe u bë kjo mbledhje ku Rama u mundua këtyre karburanxhive, këty eksportuesit keni me litra të karburantit dhe importuesit në tregun botror, ju tha fjalë bukura, ju tha ju po i trajtoni mirë njerëzit. Por, bëni një sakrificë, mundoheni të fitoni më pak. Çfarë ndodhi? Mas gjithë këtyre fjalëve dhe sqarimeve dhe të ministres edhe të vetë Ramës, si shiko, taksa është taksa që është përmend gjithmonë. Është marrë jo me litër, është marrë jo ke makinat, po merret ke litrat, sepse sigurisht arsyetoj. Ata që e përdorin më tepër, ndryshë më tepër do të paguajnë, nuk kanë pse paguajnë, sepse ndryshe do rritesh 2-3 herë taf. Mendohet që për shembull taksat e makinave, pikërisht kjo taksë aplikuar, mund ta shtoj rreth 100 euro, 80 euro, 70 euro, ndoshta edhe 120 euro për makinë. Kurse kështu ajo zbatohet për çdo litër, me të vërtetë shteti fitonte më tepër, dhe me të vërtetë shteti i merr më kollaj. Por dhe karburanxhit çojnë sigurisht çmimin e tyre. Absolutisht duhet pranuar që ne jemi vendi që taksojmë më tepër në Ballkan. Absolutisht po. Taksojmë shumë më tepër se Kosova, shumë më tepër se Malizi, shumë më tepër se sa Maqedonia, shumë më tepër se sa Serbia. Afrohemi me Kroacinë, por dhe Kroacia takson më pak se sa ne. Dhe është bërë që nga fillime, domethënë Edi Rama i shtoi një 240 lekësh që kur erdhi në pushtet karburanteve. Bëri një luftë madhe me ndymjen e përdorimit automjeteve kot nga shqiptarë, nëse shtoi taksën, sepse e dinte shumë njerëz që aty mund mbledhi. Dhe sot i kësaj dite di shumë njerëz që aty mund mbledhi shumë kollaj parat nga shqiptarët. Kthehemi edhe një herë ke biseda, masi ju tha po jeni të mirë, jeni treguar të mirë dhe këtë taks nuk e heq. Do mundohemi që piletësojmë pak do ndërhyjmë edhe në treg, nuk da formojmë bordin e kontrollit, sepse ju do të sjelleni mirë të nesërmen, do më thënë sot. Karburanxhit, këta e morën që të gjithë të shprehjet e Ramës e morën tash futja një thellë, sa të mundeni më thellë, qytetarëve të Shqipërisë, edhe rritën 100 lekë, 150 lekë të vjetra. Jo se kishte ndodhur në gjë. Nuk ka ndryshuar në një bursa e Evropës është më e mirë se sa ajo bie fjale e Omanit ose e Katarit. Ata kanë shkuar 130, 136. Ajo e Evropës është 110, 115. Ka furnizime tjera Evropa dhe furnizime tjera ajo zonë ku është duke u bërë lufta. Po ju them edhe një herë, është një disnivel. Evropa gjendet në një pozicion më të mirë sot për naftën, karburantet, se sa pikërisht ato vende ku është pezulluar në një farë mënyrë puna.
e shpjegoj edhe herë, bursa e Omanit është 136, ajo e Katarit 130, Sauditët po ashtu 130, në Evropë është 110-115. Çfarë arsye kishin këto ta bëjnë këtë veprim, po ja që e bën. Edhe me herë kërceu mbi 2000 lekë, 2100, 2000. Kjo është e përgjigja që i dhanë Edi Ramës. Edhe sot, ministri Karakaçi thotë që ajo taksa nuk luan, do nuk është problemi ke taksa. Një që s'dorëm të hyjnë, në Itali po dërhyhet. Me 20 cent, nuk e di Meloni, me 25 cent ose 30 cent, ka ndërhyrë. Problemi është çfarë do bëhet. Si do veprohet, do mjaftohesh me fjalët, u mor përgjigja, fjalët e mira karburantëve u përkthyen në futjen e menjëhershme të 100 lekësit, 150 lekësit. Ishte si të marrin urdhër nga Edi Rama, tash i shtohen 100 lekë, 150 lekë se ju një sjell mirë. Normalisht do të çohet me 2000 lekë. Po çohet me artificiale që ne kemi furnizim me gaz sa duhet dhe gazi. Edhe mos harrojmë se me gazin e makinat punojnë pak edhe pensionistët, punojnë pak edhe njerëzit. Pra nuk është vetëm për makinat. Nuk duhet punojnë me atë gaz, po ja që punojnë. Mund vjen mirë që punojnë, se është më pak i rrezikshëm, por praktikisht punojnë, me atë punojnë. Kjo është përgjigja që mori Edi Rama. Të lavdrosh karburantëgjitë e Shqipërisë, të thotë, o që keni qëllim me to, ose nuk i njeh mirë, që mos i njofësh, këtë nuk e besoj nga Edi Rama. Ata prej viteve kanë treguar që janë njerëzit më të pamëshirshëm. Tregtarët shqiptarë janë më të pamëshirshëm në botë, jo më në Evropë. A ke qëllim tjetër, base, ka një qëllim që të ndryhë, pastaj të formoj, me këtë lloj sjellje të formoj atë bordin. Në këtë pikë është më mirë ta formoj atë bordin ose të marrë një masë drastike, t'i majnë në kontroll, se sa t'u thot fjalë të mira, dhe këto fjalë të mira ato t'i përkthejnë në rritjen e çmimit për çdo litër. Të këtyre tipave, të cilët sigurisht nuk kanë pikë mëshire. Dhe ta mendosh që duhet të ketë edhe 2-3 ditë që të mbarohen rezervat e tyre me fuqinë e naftës $60. Sot është 115, këta akoma nuk kanë shitur naftën, $60. Çfarë mëshire kanë këto për popullin e tyre? Këto nuk kanë asnjë mëshirë, këto sillen kështu. Prandaj duke e ditur këtë lloj formet, duhet edhe ligji. Ligji nuk njeh arsye mëshire, as nuk ka arsye, po them logjike, zemre, harti. Ligji sigurisht është për të zbatuar. Atë do ta shohin njerëzit. Problemi është se tregtarët tonë nuk janë të tillë. Nuk janë tregtarë të cilët kanë logjik, e cila përmbledh brenda dhe një farë mëshire. Ti u thuash atyre që fitoni më pak është njësoj si t'i shash me nan, edhe me motër. Dhe Rama këtë u bëri, i shahu me nan edhe me motër, i ta fitoni më pak. Të nesërmen ju përgjigjen. Me një shamje, motrën ku ta kesh, edhe të quan 100 lekë, 150 lekë. Kjo është s'ka arsye tjetër. Mirë po, tashti i kanë dhënë një arsye Ramës për të vepruar. Nuk e di kur do veprojë, nesër mas nesër do t'i lejnë që të shkruajnë akoma, apo nuk do t'i lejnë që të shkruajnë akoma, mas e ka vu një kufi, mas e ka bë 2100 lekë si kufi, por këto nuk do të kenë kufi, sepse sigurisht janë të pamëshirshëm. Dhe këtë lloj karakterit të poshtër të qelbur që kanë, sepse kështu kanë qenë tregtaruz gjithë jetën. Dhe sigurisht edhe taksat e qeverisë nuk janë më të ndershme, as më të mira, janë më të lartat në rajone dhe pothuaj në Evropë, dhe bëhen të dyja bashkë, si karakteri tregtarëve, provokacionet e kryeministrit, taksat e qeverisë në përgjithësi që shkojnë prapë në paketë me kryeministrin, edhe një popull i cili sigurisht pëson një marrëzi të tillë, 3 fishe, ndoshta edhe 4 fishe, në xhepat e tij dhe në serbratorët e makinave. Dakord, miqtë mi?